Shumë është e vështirë me ndërtu diçka të madhe në jetë, sidomos në karrierë, e shumë e lehtë ndoshta me shkatru ato. Sot kemi bisedu për artistat e njohur botëror, të cilët e kanë shkatru karrierën e tyre. Po startoj me Lindsay Lohan. Për plasja e saj në karrierë, dikur një yll në ngjitje me roje në filma si Mean Girls dhe The Parent Trap, ku karriera e Lohan mori një goditje të madhe për shkak të problemeve me abuzimin me substanca, çështjeve ligjore dhe arrestimeve të shumta. Problemet e saj me drogën dhe alkoolin e çuan në shumë qëndrime në rehabilitim dhe karriera e saj u ngadalësua ndjeshëm. Ndërkohë që viteve të fundit, Lindsay u rikthye sërish në botën e Hollywoodit dhe karriera e saj është dukshëm në përmirësim, e gjithashtu dhe psikologjia e saj. Kur flasim për rënje të karrierës, abuzime psiqike, abuzime të substancave të tjerë, vlen të përmendet edhe një emër shumë i njohur për të gjithë ne. Ajo është Britney Spears. Karriera e Britneyt ishte në kulm para se të kalonte në një shpërthim publik në mes të viteve të 2000-ta, i cili përfshinte një luftë të publikuar me problemet e shëndetit mendor, abuzimin me substanca dhe një mosmarrëveshje për kujdestarinë e fëmijëve të saj. Vlen të ceket se babai i saj, Jamie Spears, ishte ai i cili abuzoi më së shumti me të. Ai u emërua kurator i jetës dhe aseteve të Britney, duke pasur autoritet të plotë mbi vendimet e saj financiare dhe personale. Por në çka kishte më së shumti ndikim të keq babai në këtë histori? Jamie kishte kontroll mbi shëndetin, financat dhe marrëdhëniet e Britney, çka shkaktoi stres dhe përkeqësim të problemeve të saj me shëndetin mendor. Gjithashtu dhe abuzim me ilaçe. Ai u detyrua të përdorte ilaçe çka e përkeqësoi gjendjen e saj shëndetësore dhe shtoi stresin pafundimisht. Në vitin 2021, pas një betejë ligjore, Britney fitoi mundësinë të rimarrë kontrollin mbi jetën dhe asetet e saj fatmirësisht. Dhe për fund e lash Chris Brown. Përplasja e tij në karrierë ishte shumë e bujshme. Chris Brown ishte dikur një artist i nderuar i R&B-s, por karriera e tij ra ndjeshëm pas sulmit ndaj ish të dashurës së tij Rihanna në vitin 2009. Sjellja e tij dhunuese dhe problemet ligjore që pasuan njëllosën imazhin e tij publik, edhe ndërkohë që ai është ende aktiv, karriera e tij u njollos një herë. Më tregoni, sipas jush, cili nga këta artista nuk e ka merituar këtë fund?